Dega e Partisë për Prosperitet. Nuk po ran asgjë nga ju. Përfaqësues nga Kryetësia e Ndekrit, Drejtësia Antar e Policisë, Kryetësia Generale të Mbledhjes të Kryetësisë së Ndekrit me kryetarët e Ndekrit dhe përfaqësues nga Ndekrit. Dhe çka tregoni se toni seriozisht. Keni marrë pjesa në shkrim për këtë mbledhje me propozimin e Ndekritës. Dhe prej atij momenti me siguri keni kuptuar dhe rastësinë e kësaj mbledhje. Prandaj ish mund të them se kemi një prezencë më të konsiderueshme. As më tepër kur se gjeni që ekziston pinga dhe me siguri konstatimi dhe pika e dytë ndryshme. Diskutimi lidhur me këtë propozimin e Ndekrit. Mendoj diku se mund ta pastroj këtë renditën e fytyrës së tij. A mund të dakordohemi pra të punojmë elementare, por mos të nevojshme nga disa ligje që rrumbullakojnë të sferë. Është fjala për ligjin Kosova është e vetmja komunë në Maqedoni që nuk ka bërë asnjë kërkesë për ndarje territoriale të Kosovës. Dhe u kemi treguar se Kosova si e vetme do të jetë vështirë të pengojë procesin e ndarjes territoriale të Kosovës. Që atëherë kemi treguar se prej momenti kur ne do të bindemi që ndarjes territoriale nuk ligjin për ndarjen territoriale, ligjin për zgjedhje lokale dhe ligjin për njësitë dhe administrimit lokal, ligjin komun. Janë ligje që janë aprovuar dikush më herë, dikush më vonë, që komplete rrumbullosojnë materje, me çka u krijuar edhe parakushtet ligjore që kryetarët e parlamentit i mundësuan që të shpallë zgjedhje lokale për 17 nëntor dhe 6. Sa i takon ligjit për ndarjen territoriale të Maqedonisë, dua t'ju njoftoj se për sa i takon Kërçovës, si tërësi, ajo me këtë ligj është ndarë në 5 njësi të veçanta të vetë administrimit lokal. Komuna e Zajazit, e Ostome, ngushtë e qytetit me disa vendbanime, dhe pastaj komuna e Dërgovës dhe komuna e Vranshës. Juve ju kemi njoftuar edhe përpara me angazhimet dhe qëndrimet tona politike lidhur me këtë problematikë të ndarjes lokale. Prezent kemi edhe përfaqësues dhe lirisht mund të them edhe nënshkrues të atyre dokumenteve, me të cilët 5 muaj e gjys apo 6 muaj përpara jemi drejtuar Ministrisë Përkatëse, pra Ministrisë për Drejtësi, me çka qartë ja kemi bërë me dije se ndarja territoriale e Kërçovës nuk është në interes të shqiptarëve të Kërçovës, por qysh ato mbledhje, dy mbledhje të rëndësishme, njërën me përfaqësues të bashkive lokale e Boshe, Shqipës, dhe tjetrën me përfaqësues bashkive lokale dhe shqiptarë të rrethinit Zajazit, qysh atëherë ne ku kemi bërë qartë me dije se Kërçova është e vetmja komunë në Maqedoni që nuk ka bërë asnjë kërkesë për ndarje territoriale të Kërçovës. Dhe u kemi treguar se Kërçova si e vetme do të jetë vështirë të pengojë procesin e ndarjes territoriale të Kërçovës. Që atëherë kemi treguar se prej momenti kur ne do të bindemi që ndarjes territoriale nuk mund t'i shmangemi, do të angazhohemi që ndarja territoriale e Kërçovës të jetë më me pak rrymje për shqiptarët e Kërçovës. Ne me kohë kemi ndërtuar qëndrimin politik se
cila do të jetë ajo ndarje me më pak dhimbje për shqiptarët e Kosovës. Një nga angazhimet tona kryesore kundër pyetjeve ka qenë që gjithsesi të tentohet në qytet që shqiptarët e qytetit të Kosovës mos binë në minimumin ligjor në 20%, veçka do të hundin të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Me lodhjen tonë, përmes përfaqësuesve tonë në qeveri, në komisionet të ndryshme qeveritare për këtë problematikë, kemi arritë që atë minimum ta plotësojmë. Atë kemi plotësuar asisoj që komunët të arshme të qytetit, si komunë pra e ngushtë, i kemi bashkangjit edhe disa vendbanime shqiptare dhe tash aktualisht pra thjesoj si është aprovu ligji, shqiptarët në qytet sillen diku të rreth 26%. Në komunën e qytetit gravitojnë edhe bashkia lokale Mahmutaj, bashkia lokale Trashitov, Lazarovca, Osoj, Rashtani, Knezhina edhe qytetit pa vendbanime tjera. Tash po duket se të gjithë kemi të qartë. Dikush vlerëson se ndarja territoriale është në dëm të shqiptarëve në përgjithësi, dikush vlerëson të kundërtën, por me rëndësi është të themi edhe atë se ndarja territoriale tërheq edhe gjëra pozitive, edhe gjëra negative, por varësisht prej asaj si do të dim të organizohemi, si do të dim të përcaktohemi për struktura udhëhecëse lokale me kreativitet politik, me as do të dim të orientojmë pozitivisht të ndarjet në interes sociale, në interes të vetë komunave të ashme, ose mund të ndodhë e kundërta. Pra, me shumë çka do të varet pasër nga përcaktimi me shumicë i elektorateve, veç e veç të çdo komunë. Të ndalemi diçka, shkurtimisht në ligjin për zgjedhjet lokale, shkurtimisht, me siguri do të ketë edhe pyetje pastaj, kemi të gatim lidhur me këto materi. A e diq, mu më keq edhe diçka tjetër, disa ditë përpara. Është ligji që qartëson gjithë problematikën zgjedhore për zgjedhjet lokale dhe definon pra qartë sistemin e zgjedhjes së prefektit dhe sistemin e zgjedhjes së këshillave të komunave të ashme. Sa i takon zgjedhjes së prefektit apo prefektëve, ai do të bëhet me sistemin e shumicës. Në bazë të ligjit, prefekt i zgjedh në rrethin e parë të zgjedhjeve të caktuara për 17 nëntor, do të jetë ai kandidat i cili fiton 50% plus 1 të votave nga numri i votuesve që kanë dalë në votime, me kusht që ai numri i votuesve që dalin në votime mos jetë më pak se 50 plus 1%, 50% plus 1 nga numri i përgjithshme i votuesve, të regjistruar në votues. Kjo është kështu e rregulluar me ligj. Në qoftë se asnjë nga kandidatët për prefekt nuk e plotëson këtë kusht ligjor, në rrethin e dytë do të garojnë kandidatët që fitojnë minimum 10% të votave, ndërsa në rrethin e dytë, të caktuar 2 javë pas 17 nëntorit, do të llogaritet i zgjedh ai kandidat që ka më tepër votë. Sa i takon komunës së Kërçovës, si tërësi dhe si njësi të ndara, tash me ligjin për ndarje territoriale, të gjithë e kemi të qartë se ne, shqiptarët të Kërçovës, po edhe si parti politike shqiptare, kemi interes të drejt për drejt në garim politik për zgjedhje lokale në 3 komuna të arshme, në atë të Zajazit, të Oslomes, ashtu si figuron,
dhe në komunën ngushtë të qytetit. Kjo nuk kupton se do të kemi përcaktime për 3 kandidatë për prefekt dhe përcaktime për 3 lista, të cilën me kujdes, pra për 3 lista kandidatësh për këshilla të komunave të ashme. Dhe kur jemi këtu, për zgjedhje, sa u takon zgjedhjes së këshilltarëve, ka aprovu pra sistemin proporcional, dhe ky sistem proporcional parafërsisht zbërthehet kështu. Çdo parti politike ose grupacion i pavarur, grupi i pavarur i përcjell me 200 nënshkrime, ka të drejtën e nxjerrjes së kandidatit për prefekt dhe të listave kandidatëve për këshilltar. Apo? Tash, çdo parti politike, sa i takon këshillit, për prefektin duket e kemi situatën të qartë, do të përpiloj listë kandidatësh me aq numër sa është madhësia e vetë këshillit komunës. Madhësia e këshillave të komunave varet nga numri i përzgjidhshëm i qytetarëve në komunë. Dhe dikund është e precizuar me ligj se komunat e ashme që kanë numër banorësh, qytetarësh deri në 10.000 do të kenë këshilla të komunave prej 13 vetësh. Deri në 20.000 qytetarë, komuna do të kenë këshill prej 15 anëtarësh. Pastaj deri në 30.000 prej 17 e kështu me radhë, dhe ma nuk kemi kohë, po. Sa u takon komunave tona, Zajazit, Ostomet, dhe qytetit, u thamë se kemi interese drejt për drejt, këto këshilla të këtyre komunave do të përbahen prej 13, eventualisht 15 komune Zajazit të Ostomet dhe dikund 17 në komunën e qytetit. Kjo gjë përfundimisht do të dihet vendim të organit kompetent, në bazë të cilit vendimi sakt do të precizohet numri përbërja apo e çdo këshilli, çdo komune veç do përputhje me numrin e banorëve të asaj komune. Me kohë me siguri do të kemi krejt mata shumë më të qarta, shumë më precize, por përderisa jemi në fillim të aktivitetit tonë barazgjedhor, orientim këshillat e këtyre 2 komunave do të kenë 13, eventualisht 15 këshilltarë. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se çdo parti politik, përkatësisht çdo deg, por edhe çdo grupacion i pavarur, duhet të formulojë listën me emër mbi të poaq kandidatëve. Nëse themi se këshilli i Zajazit do të ketë 13 anëtarë, do të thotë çdo garus lokale do të duhet të propozojë listën prej 13 anëtarësh. Tash, votuesi sheh edhe emrin e partisë, por edhe përbërjen e asaj partije të kushtimisht. Dhe me siguri, dhe në bazë të simpatisë ose antipatisë për emër të partisë, për edhe simpatisë apo antipatisë bazuar në cilësi, në kualitet të përbërjes së listës, do të ndërtojmë bindje për të votuar për njërin listë, për tjetrën e kështu me radhë. Dhe besoj se jeni të qartë. Synim i çdo partije politike është nxjerrja apo vënia në listë e kandidatëve më autoritativ, më kreativ, më me kondicion dhe përgatitje politike, profesionale, në mënyrë që tamam votuesi të ndërtojnë bindje se përmes një kandidatit atill kualitativ, duke e pa në pozitë si pushtetar lokal, do të mundet të realizohet shumë çka më tepër në interes të asaj komune dhe të çdo bashkie lokale veç që graviton në atë komunë.
Pra votuesi do të votojë lista kandidatësh. Dhe çdo parti politike do të ketë aq vende në këshill me aq përqind sa ka fitu vota në zgjedhje. Ky pra është ai sistemi proporcional që zbërthen këtë problematikë. Sa i takon shkurtimisht apo njerë për informim ashtu me gjarë tem elementare dhe me siguri shumë çka më tepër për të shty juve se të parashtroni pyetje, gjithë mund të them nga të tre këto ligje, disponojmë nga të bosh në informata pak më tepër, edhe nuk do të ngurojmë fare përgjigjemi me atë sa disponojmë në informata. Sa i takon ligjit për njësitë administrative apo ligjit për komunat, që është sjell diçka më herët, aty ligji definohen, ndër të tjera pra definohen kompetencat e komunave të arshme. Ato kompetenca janë shumë apo janë pak, me aq janë të definuara pra qartësuara në ligj. Më lejoni të përmend vetëm disa prej atyre kompetencave, në bazë të cilave mund të shohim se pushtetet e arshme lokale megjithatë, edhe përkundër zgjedhjes të kompetencave, pasi pushteti kryesisht është i përqendruar në qeveri, megjithatë kanë do kompetenca edhe ato pushtetet e arshme lokale, nëse dinë të jenë kreativ në prit politik, mund të bëjnë, megjithatë mund të bëjnë diçka në favor të qytetarëve të atyre komunave. Për shembull, në kompetencë të komunave të arshme është kujdesi për shkollimin fillor. Pra po them për shkollimin fillor. Me ligjin për komunat e arshme, një prej kompetencave është e precizuar me kësaj. Komunat e arshme kanë mundësi, kanë të drejtë ligjore të formojnë shkolla të mesme profesionale. Tash flasim në suada ligjore. Një prej kompetencave tjera është komunat kanë mundësi, kanë të drejtë pra ligjore të formojnë mjete lokale të informacionit publik. Tash mund të llogaritni se një diçka e tillë për Kërçova është për shembull një radio Kërçova, aktualisht ka funksion. Një nga kompetencat tjera, komunat e arshme kanë të drejtë ligjore të formojnë ndërmarrje publike të karakterit të nivelit komunal për kujdesin, për infrastrukturë, për kujdesin ekologjik dhe të sferave të tjera, por ju megjithatë bëni një matematikë tjetër, e do shihni se megjithatë edhe nga një veprimi aty ndërrën e vërdi me interes për komunat e arshme. Sa i takon përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, si ti flasim, ajo është përsëri e definuar qartë me ligjin për komunë. Aty figuron qartë se në komunat ku nacionalitetet, si shkrua, përbëjnë mbi 50%, në ato komuna arrin pra edhe gjuha e atij nacionaliteti. Me mbishkrime me të kretë. Dhe është një kategori tjetër. Kategoria e dytë e përdorimit zyrtar të gjuhës së nacionalitetit, ne flasim tash për ne, që përcaktohet me 20%. Pra është parafërcim kjo kategoria e parë, por sa u takon për shembull mbishkrimit të rrugëve dhe ajo nuk është e lejuar me ligj, në qoftë se parat eventualisht pozitivisht nuk deklarohet Këshilli i Komunës. Pra Këshilli i Komunës, edhe në qoftë se jemi në qytet të 26%, dhe që këte të drejtë të vogël apo që këte segment të drejtës nuk e kemi lejuar me ligj, në qoftë se në Këshill të Komunës Kërçovës apo ka asnjë disponimi, shumë çka do të përsëris për personave
që do të zgjidhen përvojat, mund të eventualisht të krijohet ai disponim politik që niveli i të drejtës përdorimit të gjuhës shqipe të avancohet dhe shqiptarët në qytet tamam të kenë atë nivel përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe sikurse në komunën e Zajatit, të Osllomjes edhe në Lajsh. Dua të qelloj edhe diçka. Se të gjitha komunat, pa marrë parasysh komuna urbane apo rurale, janë të para ligjit. Në këtë aktivitet parazjelor, ne do të duhet patjetër që në çdo ndeg tonë, në gjithë rajonin, apo në interval, këtë deri para 5 tetorit, të përfundojmë me mbajtjen e një gjëje në nivel të nëndegës. Qëllimi i atyre gjëjeve, në rast informimeve ndërsjellta, do të jetë përcaktimi i nëndegës për kandidat të vetin në listë partijake për këshilltar. Dhe matja e paradisponimit për kandidat për prefekt. Kur ne do të lëvizim në çdo ndeg dhe zgjedhjeve do të dalin kandidatët për këshilltar, kemi lehtësuar, me vërtetë do të lehtësojmë në maksimum punën, që mbledhja e kuvendit të degës me të vërtetë të ketë karakterin që duhet ta ketë, edhe ai nuk duhet të jetë karakter polemik. E jo mbledhje me karakter të eliminimit të dallimeve, të afrimit divergjencave, të eliminimit të ndasive të ngjajshëm, por kuvendi i degës tani parapa për 12 tetor, sipas parashikimeve tona, duhet pastër të jetë kuvend solem partijak, i cili strikt do të aprovojë disponimet që do të vijnë prej baze, lirisht më them atë formë të delegimit nga bazë. Në rast se vone jonë do të jetë iracionale, atëherë e në punët tona do dalin qashtu pa rezultat. Në qërë që ne e këto që jemi kretë, angazhohemi atë sa duhet, të gjithë së bashku, atëherë nuk ka nevojë as për marketinget të padëshirueshme, që ne sot këto në mes të gjithë i arsyetojmë që e kryetar. Po do të kishte nevojë ne të gjithë, kështu së bashku si jemi, të punuem së bashku, të përkrajmë atë që duhet ta përkrajmë, të përkrajmë atë të vërtetën. Atëherë do të ketë sukses me siguri, e ne nuk duhet të mundohemi të zgjedhim mënyra të punës, po do të shkojmë drejt ashtu siç i mësojmë, e ne si e kërkon inteligjenca, si e kërkon se elektorati është elektorat, gjojnë gjithë ata që e shef ku është e vërteta. Kësurat e bardha, e në tirçët, e në talimi në për sallat të ndryshme, janë të kuata ato. Për neve këtu kërkohet, si kryetar të nëndegve, si aktivist, si antar kryesie, si funksionar më të lartë të partisë, që sinqerisht të rekemi këtij aktiviteti. Çka do të thotë ditës së sotme, këta njerëz që janë këtu prezent, të kryetarët që janë, por ata të tjerë që nuk janë këtu prezent, këtë punë ta kuptojnë më seriozisht, edhe nëse duan që PPD-ja të fitojnë të zgjedhje lokale, që për këshilltar, që për prefekt, atëherë kjo mund të kryhet vetëm me punë. Shkalla e parë, segmenti i parë që të angazhojmë për juve zotrive, po edhe të gjithë dhe ne të tjerë, është për të caktohemi për njerëzit më të mirë. Çka do të thotë se njerëzit që do mund në ato vendvotime, tash themi në ato fshatra, në ato basi lokale, edhe aty do të jetë suksesi jonë. Mos shkoj me ndoj filozofi të madhe, me politikë të lartë, por të caktohemi për kandidatën që i pranon masa. Kandidatët që do t'i votoj fshati i vet, për arsye se tashmone
koncentrohemi në përbasi lokale, për aty të qytetarë se sa është i madh ai fshat ose përbasi lokale, edhe njerëzit, qytetarët e asaj përbasi lokale do të votojnë faktikisht kandidatët e vet, çka do të thotë se përmjet kandidatëve të vet votohet edhe lista e PPD-s. Se ju e dëgjuat parë, por nuk e di sa kuptohet, Prosperiteti do të ketë një listë prej 13 vete, ku do të jenë Tazan, një lokale të Cervecës, 2 prej Garanës ose 2 prej Cervecës dhe e kundërta, e të Cervecës do të shkruhet të thotë se duhet të votojnë listën ku jam unë aty. Çka do të thotë se me votimin e atij njerëzit votohet edhe lista e Prosperitetit, çka do të thotë se ato votat e atij që i merr ai, nuk i merr si individ, po i merr edhe si listë e Prosperitetit dhe kështu ne do të mund të grumbulojmë votat. E një gjë edhe për prefektin, edhe pse pak këto procedura do të jetë pak më komplikuar për arsye se presidenti lokale nuk mund të nxjerrë kandidat për prefekt, por megjithatë këtu e do të bëjë ndaj PD-s, për arsye se ne si parti kemi drejt të nxjerrim vetëm një kandidat për prefekt, e ai kandidat sigurisht do të jetë prej një basie lokale, respektivisht prej një fshati, nuk mund të kemi se unë vjen dëgjova disa komentime se çdo basie lokale gati përgatitur të nxjerrë prefektin e vet, çka nuk ketë edhe mundësi, po nuk do të jetë edhe në rregull, pra duhet ta pranojmë atë njerëj, të cilin do ta zgjidhë shumica, do propozoj shumica, se megjithatë një do të zgjidhë të mundë. Në këtë aspekt mendoj se nëse kështu koncentrohemi dhe kështu e orientojmë aktivitetin, mendoj se do të kemi sukses. Por përsëris edhe një herë, sinqeriteti i joni çdo njeri duhet të vinë shprehje, edhe të përcaktohemi për njerëzit të cilët me të vërtetë të fitojnë votat. Jo ka qenë kështu, jo ka qenë ashtu, ne e shohim sot si është. Ai njeri që ka besim në fshat, edhe ai njeri që mund të fitojë votat. Mos të bëjmë patriotë të mëdhenj, mos të bëjmë tradhtar të mëdhenj, po të izojmë ti propozojmë njerëzit. Unë mendoj se ashtu propozime do të mund të gjojmë edhe do të jetë këtë rregull. Është koha e fundit, njerëz të gjejnë një gjuhë përbashkët, një bashkëpunim më real, një interes gjithkombëtar, se ai njeri do të përfaqësoj popullin të tërë, të tonë popullin e asaj komune të qytetit e kam fjalën konkretisht më spari, e jo partin, po si besoj se me të vërtetë dhe elektoratit të territorialitetit do të kishim sukses, ndoshta edhe ta fitojmë atë prefektin e qytetit. Nëse ja arrijmë qëllimin së pari në bashkëpunim real, ashtu në baza reale, të lejmë ata më mjaft ata kritikat ndërmjet njëri me tjetrin si oponent partia, se u pa puna e të gjithëve, por në përgjithësi shifet edhe realitetin në popull, në elektorat, se partitë më e morën të vetën, kaloi ajo partia ake, prandaj ekziston mundësi edhe ka të në baza që ne njëherë të ulemi një të trumbullakët, edhe të gjejmë një gjuhë të përbashkët në atë drejtim të bashkëpunimit në interes të gjithë popullit në përgjithësi që e përfaqësojmë në këtë rrethim këto të Kërçavës. Pra duhet të kuptohet se ajo që tha dhe kryetari, se shpjegimi iracional është kurth. Ai për një moment të duket i kafshëm, por kur të këtjellet mendja dhe të kupton se gjitha jo si duhet bërë, edhe ku rrugë duhet bërë, në njëherë kupton se ajo s'është e mirë. Me që është ashtu, kjo është pjesa që partia me vëmendje ka të kryer. Me që suksesi të politik shifet në zgjedhje, partia këtë prej kryesisë më të bërë. Partia ka dhënë shumë qartë në mbledhje të zgjeruar me ministra, me deputet, me kryetarët e degëve, me aktivistë të dalluar të partisë, instruksionet se si duhet partia jonë të dalë në këtë. Dhe ma do t'jate duhet të bëjnë tekë. Nderuar se partitë politike para zgjedhjeve kanë një dyndje, një lëvizje permanente dhe aktivitet para zgjedhor dhe zgjedhor. Edhe aktivistët, pasues e partisë tonë duhet të mos kursehen në këtë moment. Me që për të dëshmu
është e suksesshme, është në rrugë të mbarë për atë që e bën. Pas se çka ti tregon në elektoratit. Ka kryer punë të përcaktuar programore, është duhet i kryer dhe duhet treguar se çka planifikon për këto vjet në plan global komunal të arrit.